U kam kërkesë për kryetarin e bashkisë, kryeministin që se shikon këtë gjë, që sistemi që nga grit, kliken që ka grit nga bashkia, fillon administratori, që nuk është i fatura që emru, si që një administratori zonës para vjetë në fushat, i morja i vodat, pastaj në moment që i marrë vodat, kry 2 javë dhe shkarkur, ky emrumi, edhe kry plejt janë, po të emrumët cilët nuk vinë këtu sot, edhe është një sistem që ti ankohesh për çdo lloj gjëje, pse ankohesh ti, pse flet ti, pse na bëj problem ti ne, thon. Po çet mos ankohesh tu para disa vite shkum si banor në bashki, kërkum punëtorin e rrugës. Kemi qenë 10 veta, 15 veta. Po. Kryetari i bashkisë e bëri punën e vet, e solli punëtorin. Pastaj punëtori vu nga komuna, vu ai që kishte më shumë krah politik, voda. Po. Tash u vu. Pra deri ke punëtori i rrugës shkon me shkreta politik. Është shumë keq. Edhe ne ankohemi, i themi punëtorit që dil punon, po unë s'kam ç'ti bëj. Domethënë mush një grop, presi një ferr, te që një gur që del në rrugë që mos çajmë autokartin. Jo thot, nuk kam ç'ai bëj. Shkojmë ka administratori, unë nuk vajen nga unë s'kam ç'ai bëj unë. Ngrej super. Madje ngjojmë edhe atë të cilët e kanë ka thënë po vet punëtori, që ju nuk me hiqni dot, se mua ato më marrin për voda, kam voda, edhe unë e kam rregulluar me drejtorin e bashkisë.